Në Multipro Go do të përgatisim sot së bashku gjalpin e frutave të thata. Ju duhet një 6-7 minutë për ta bërë këtë punë. Mjafton të pishni pak frutat e thata, çfarë të keni në shtëpi mund të bëni mix po të doni, dhe mjafton ta pulsoni grirsen siç është përdorur edhe në video. 10 sekonda punë, një pushim, 10 punë, një pushim në këtë mënyrë. Nëse e bëni kështu, gjalpi do të bëhet shumë mirë dhe akoma më shpejt se sa po ta linit vetëm ndezur. Si që shikojmë në video, do ta pulsojmë derisa të marrë trajtën dhe konsistencën e një gjalpi. E hapim pjesën e sipërme e kontrollojmë. Mendoj se do dhe pak sepse ka këto si kokriza. E japim dhe një 5 sekondë shpërzierje dhe është gati. Mund ta ruajmë në një tas qelçi për ta konsumuar ditët në vazhdim në smoothie të ndryshëm apo për ta shoqëruar me banane. Si të doni jo, Multipro Go përveç grirjes me feta dhe fije, ka dhe këtë që ne treguam sot, që mund të grini patjetër perimet, por bën dhe gjalpin.